Marrëveshja Shqipëri-Itali për emigrantët ka marrë edhe miratimin e Këshillit të Evropës si një model që mund të zbatohet edhe nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kryeministria italiane Giorgia Meloni e përshëndeti menjëherë vendimin. Këshilli i Evropës japi dritën e jeshile zbatimit modelit marrëveshjes së 6 nëntorit 2023 mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët, një hap që u përshëndet nga nismëtarja Giorgia Meloni, e cila mendon se kjo legjitimon qasjen e tyre për menaxhimin e dyntjeve. Dita e dieshme në Kishnjev tregoi se ajo që vetëm një vit më parë shkaktonte diskutime, sot është bërë një parim i ndarë mes 46 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. Italia dhe Danimarka janë mes 9 vendeve anëtare të Unionit që vitin e kaluar hartuan deklaratën e miratuar të premten me mbështetjen e gjithë vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Vendimi është një mbështetje politike për modelin e qendrave të dëbimit në vende të treta të emigrantëve të jashtëligjshëm që nuk përmbushin kriteret e përfitimit të azilit në shtetet e Bashkimit Evropian. Qeveria italiane kërkoi ndihmën e strukturave të Unionit dhe më gjerë për vënien në zbatim të këtij plani pas pengesave të njëpasnjëshme nga gjyqësori italian, i cili ka bllokuar dërgimin e emigrantëve me argumentin se si vendet e tyre të origjinës, ashtu edhe ato ku ndërtohen kampet, nuk garantojnë zbatimin e plotë të drejtave të njerëzit për ta.